Bashkia e Vaut të Dejes hapi zyrtarisht sezonin turistik në një mbrëmje të veçantë kulturore, duke risjellë të inskenuar dasmën e Skënderbeut në gurët e lashtë në kishën e Dejes, ashtu si 574 vjet më parë. Në këtë vend të shenjtë, një pjesë e historianëve mendojnë se heroi ynë kombëtar u martua aty dhe jo në Ardenic me të binë e Gjergj Arjanitit, princi i Kaninës së Vlorës, më 26 prill të 1451-shit. Kësaj feste ju bashkua edhe panajiri me veshjet e ushqime tradicionale të zonës, duke ja shtuar vlerat dhe duke qenë një ftesë e hapur për vizitorët që të vinë në Vaun e Dejes dhe të shijojnë kulturën dhe traditat e asaj zone. Ftesën e bëri kryetari i bashkisë, Kristian Shkreli. Sot ndodhemi në një vend të shenjtë, jo vetëm për simbolikën fetare që mbart, por edhe për historinë dhe identitetin e kësaj treve. Është një nder dhe kënaqësi e veçantë që sot jemi të gjithë së bashku për të hapur zyrtarisht sezonin turistik në një nga zonat më të bekuara nga natyra dhe historia në zemër të Vaut të Dejes. Ky nuk është thjesht një sezon turistik, por është një ftesë për të rizbuluar thesaret e kësaj zone, liçenet, malet, traditat, kuzhinën, mikpritjen e rrallë dhe mbi të gjitha dashamirësinë e banorëve tanë. Nga ujërat mëngjepse të Komanit e deri te fshatrat e vjetër në histori, Vau Dejes ka gjithçka për të kthyer në një destinacion unik për çdo vizitor. Dasma e Gjergj Kastriotit me Donikën është më shumë se një shfaqje, është një rikthim në rrënjët tona heroike dhe një përfaqësim i krenarisë tonë kombëtare. Turizmi për ne nuk është vetëm kulturë dhe ekonomi, por edhe identitet. Është mënyra jonë për të treguar si një bashki mund të rritet pa humbur traditën, se si bukuria natyrore mund të shkojë krah për krah zhvillimin e qëndrueshëm dhe me ruajtjen e trashëgimisë tonë. Është kënaqësi për mua të jem mes jush për të përshëndetur në këtë mbrëmje festive, kaq domethënëse në panajirin e verës, që është shumë më tepër se sa një aktivitet festiv. Është një pasqyrë e kënaqërisë që kemi për vendin tonë, për gjithçka përfaqësojmë si komunitet i bashkuar në histori dhe në art. Sot këtu ekspozojmë jo vetëm prodhimet vendese, artin e kuzhinës tradicionale, por edhe talentin, kreativitetin, dashurinë dhe trashëgiminë tonë të pasur. E gjithë kjo merr jetë në një atmosferë që i flet çdo gjenerate dhe që i fton të gjithë të bashkëndajmë, të festojmë dhe të shijojmë së bashku. Është kënaqësi për mua me kanë në mesin tuaj, edhe kënaqësi për mua me kanë një prej jush, se unë vij prej një fshati që është pjesë e bashkisë Vaut Dejsit, edhe s'kam ka shkoj të shtëpia jeme pa kaluar nëpër Vaut Dejs. Unë një falenderim më të madhin e më të përzemërt e kam për ju, venasit, edhe ju që jetoni nuk e keni lëshuar këtë vend, pavarësisht sfidave edhe vështirësive të kohës. Një falenderim jashtëzakonshëm për ata prodhues që kanë prodhuar prej kësaj toke edhe që kanë majt gjallë kulturën, artin e zejet tona, edhe që e trashëgojnë me shumë dashamirësi në brezat e ardhshëm. Faleminderit Kristian edhe tanë ekipit organizativ për eventet tilla që na bajnë me kujtue kush jena ken, kush jena edhe se sa shumë duhet me i nejt identitetit edhe kulturës tonë trajs e të këtyne veneve. Lejoni të them që kjo martesë është edhe gur themeli i qytetënimit edhe një testament unifikues, një akt vizionar që herët na ka paralajmëruar për një bashkim të trojeve kombëtare në një. Përfaqësues të klerit u shprehen se dasma e Skënderbeut është një thirrje reflektimi për rrënjët e thella kulturore të Vaut të Dejes dhe identitetit ton kombëtar. Unë besoj që është një udhtim nëpër histori, është një legjendë dhe një ndjenjë që na kthen pas në kohë, në zemër të shekullit të 15, midis malëve të Shqipërisë dhe oborrit të Europës. Sonte unë besoj që do të shohim jo vetëm një histori dashurie, por do të shohim një moment kyç në jetën e një burri që është bërë legjendë. Sikur se është Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Udhëheci që i bëri ballë Perandërisë Osmane për më shumë se 20 vjet, më mirë për 25 vite. Dhe që ishte gjithashtu një bashkëshort, një burr, një simbol i unitetit, i vendosmërisë dhe që e meritoi edhe titullin e madh për rolin e pazëvendësueshëm, cilin e ushtroi ato të heroit Atleta Kristi, apo sikurse e kujton edhe Marin Barleti, ushtari guximshëm i Krishtit. Martesa e tij me Donikën e celebruar në vitin 1451 nuk ishte vetëm një bashkim midis dy fisnikëve të rinj, por ishte edhe një aleancë politike, një premtim rezistence, një akt dashnie dhe shprehje në kohë të shënuar nga lufta,
Prandaj u besoj që në këtë skenë do të gjejmë diçka të njohur, do të gjejmë forcën e dashnisë, që është e para, së dyta do të gjejmë peshën e përgjegjësisë dhe së treti do të gjejmë ëndrrën e lirisë. Banues qytetar të këtij qytetit të Vaut të Dejes, të cilët me punën dhe jetën e juve jepni kuptim këtij vendit dhe në një farë mënyrë ju jeni bërë Gjergj Kastriotat e sodit dhe Donikat e sodit, të cilat dhe për të cilët duhet të kujdesim e ne. Sot me ndjenjat më të thella të mirënjohjes dhe përullësisë unë po e pranoj këtë titull qytetar nderi i qytetit të Vaut të Dejes. Dhe ky vlerësim më prek në zemër edhe natyrisht më lidh edhe më fort me atë dheun tim, me lidhje shpirtërore me njerëzit e këtij vendit fisnik të rrënjosur në besim, punë dhe dinitet. Vau i Dejes nuk është thjesht një vend i bukur në gjeografinë e Shqipërisë dhe shqiptare, por ai është një truall i shenjtë i historisë dhe i shpirtit ton shqiptar dhe kombëtar. Mbi këtë tokë, Gjergj Kastrioti vendosi kunorën si simbol i bashkimit dhe i sovranitetit të popullit shqiptar. Artizanët shprehen se tashmë pjesëmarrja në këto aktivitete të Bashkisë Vaut Dejes ka ndikuar në shtimin e punës së tyre. Prezantojmë veçën e mirëditës me produkte tradicionale. Faktikisht vitet e fundit kam filluar me marrë, në për panajirë ka 2-3 vite që merrem, por punoj kam në shtëpi për fëmijë, për familjen tonë, për të afërmit me vite. Më marrin shumë kohë, se veshja e bardhë ka kohën e vet, që meri që punohet me të zgja, ka pjesa e rruzave që bajnë tufat ose qëndisja, kanë shumë procese. Lana por kryesisht gjehet në treg, vetëm me pjesa e zhgunit që i thojmë në pëlhura të rash nuk gjehet për me ba gjupin e mirditës originale si që ka qenë dikur. Po, ka treg. Klienta kena vinë nga jo shtetit, shumë marrin në rrëfët gjatë, po dhe zona, për rreth se zona jonë është shumica e mirëditorë, që jetojnë me këtë veshje, pra kanë në përditshmëri, por e marrin edhe për fëmijët vegjël, për nanat që janë mosh e tret, edhe në lëna manet për me marrë balesën e funit, për gjyshes nanave, për grave më të vjetra. Në hapjen zyrtare të sezonit turistik në Vaun e Dejes morën pjesë shumë personalitetet të ndryshme, ndërsa festa vijoi deri në orët e vona. Kisha e Shënmërisë, ku mendohet se mund të jetë vendi ku Skënderbeu kurorëzoi dashurinë e tij me Donikën, u ndërtua në shekullin e 13. Ajo kish ishte e vetmja e stilit romak që ruhej në Shqipëri derisa komunizmi e shëmbi me tritol në vitin 1967, duke sjellë kështu një humbje të madhe të trashëgimisë kulturore. Kur ta mora